Buli Selmani është një berber nga Kosova i cili punon në Bad Tolz në Alpet e Bavarisë Gjermane, pranë kufirit me Austrinë. Gjatë muajit shkurt ai ditëve të marta dhe të mërkura, i qet dhe i ruan falas klientët e tij, të cilët janë të varfër dhe nuk kanë mundësi të paguajnë berberin. Selmani i tha gazetës vendase Sejdu Shezeitung se nuk i verifikon njerëzit nëse vërtet janë të varfër kur vinë për t'u qetur e ruar falas në berberhanën e tij. Selmani thot se nuk dëshiron t'i poshtëroj njerëzit, por t'u arris vetbesimin dhe duke u dukur më mirë. Buli Selmani jeton në Bavari që nga vitet e 90-ta, atëherë ai erdhi tek ati i tij i cili punonte prej kohësh në fshatin Lengries, afër Bad Tolz. Buli Selmani fillimisht punoi si teknik i mjekësisë, mandej hapi një dyqan mode. Para 8 vitesh, Selmani hapi berberhanën e parë, Lions Barbershop, ndërkohë që ai ka disa filiale dhe gjithashtu edhe një kompani pastrimi. Me aksionin për njerëzit në nevojë dëshiroi t'i kthej diçka shoqërisë, thot ai për Sejdu Shezeitung. Berberhanën me karriget e zeza, lavamanët e bardhë, divanin e kuq, e tabelat e posterat e shumt e vizitojnë kryesisht gjermanët. Vetëm 30% e klientëve të tij janë me origjinë turke, rumune, kroate apo italiane, thot Selmani. Dyqani i tij është një lloj seizografi i situatës sociale në Gjermani. Jeta është bërë më e vështirë për të gjithë, krahasuar me më parë, tregon ai. Shumë njerëz ankohen se çdo gjë është shtrenjtuar shumë, artikujt, qiraja, ndërsa pagat kanë mbetur të njëjtat. Një rastësi është se në fshatin Lengries, ku punonte jati i Buli Selmanit, ka jetuar poeti dhe gjuhëtari i madh shqiptar Martin Camaj. Lengries ndodhet vetëm rreth 10 kilometra larg Bad Tolz. Camaj vdiq me 1992 dhe ishte profesor i albanologjisë në Universitetin e Muniut, por zgjodhi qetësinë e Alpeve në Lengries për të jetuar dhe për të shkruar veprat e tij. Martin Camaj u varros në varrezat e fshatit gjerman.